Artan Tafani, i penduari i drejtësisë, ka dëshmuar në procesin penal ndaj kreut të bandës, Laert Haxhiu. Tafani ka rrëfyer para togave të zeza ngjarjen kriminale që lidhet me tritolin e vendosur në biznesin e reperit Noizi. Në dëshminë e tij, Tafani shprehet: "Ka ndodhur ato ditë një sherr. Është zënë Klevjoli Ahmetaj me Noizin. Fillimisht në TikTok, pastaj fizikisht në Durrës janë goditur. Klevjoli me Laertin njihen familjarisht, janë shok. Nuk i erdhi mirë Laertit që e rrahën Klavjolin në atë mënyrë. Po diskutonin, kërkonin Laertin për t'i bërë diçka Noizit, për ato që bëri vendosën t'i vënë tritol për rrahjen e Klavjolit. Nëna e Klevjolit dhe motra morën në telefon Laertin. Ata pyesnin si e rrahën kështu. Laerti u vu në siklet. Qohun, i tha, shkoni vini tritol. E kishim tritolin në shtëpi që e mbanim. 1 kile e pak. I bashkova unë, i ngjita me ngjitës, nga ora 2:30 u nisëm. Ishim me Lulzim Spahin e Laertin. Laerti tha nisuni. Morëm benzin e zi që kishim marrë te Casanova, i hoqëm targat dhe ja vum makinës time, sepse makina ime ishte në kërkim në atë kohë. Lulzim Spahia e dinte ku do shkonim. Më orientoi, parkova te lokali një rrugicë më lart. Lulzimi qëndroi në makinë. Lokali që ishte në katë të dytë i Noizit ishte i hapur. Spujia do të shkallët. Kthehem te makina dhe i them, spujia do të shkallët. Lulzimi komunikon me Laertin. I them ta vendoste lokali poshtë dyqani rrobave, mu te dera. Pas i pyetëm Laertin dhe na tha, vendoseni aty. E ndeza fitilin dhe ika tek makina. Pas i ikëm disa metra dëgjuam shpërthimin. I shkruajtëm Laertit që e vum shpërtheu dhe u kthyem në shtëpi. Ka treguar ai për trupin gjykues.